22 maj, të huajtja u kryqëzua. Ju ishi të vdekur në shkeljet dhe mëkatet tuaja, në të cilat ecët më parë. Efesianëve 2, 1-2. Sado e ashpër që mund të tingëlloj, sado ballafaquese që mund të jetë, Bibla i krahason të pashpenguarit me të vdekurit, edhe pse ata ecin. Pa Jezu Krishtin, burrat dhe gratë janë të vdekur në shkeljet dhe mëkatet e tyre. Tabloja e paraqitur në Bibël për njerëzimin duhet i zbuz pritshmëritë tona në lidhje me atë se si mund të duket jeta jashtë mbretërisë së Perëndisë. Edukimi ka rëndësi etike. Legjislacioni është qartësisht i nevojshëm, por asnjëri prej tyre dhe as të dy së bashku nuk janë në gjendje për të marrë me çështjet themelore të zemrës së njeriut. Zgjidhjet e kësaj bote nuk na çojnë shumë larg, sepse ato nuk mund ta trajtojnë problemin më të madh, se gjendja jonë natyrore është ajo e të qenët të vdekur në shkeljet dhe mëkatet tona, në të cilat ecëm më parë, prej natyre fëmijë të zemërimit, si edhe të tjerët. Efesianëve 2, 1-3. Të huajtja që karakterizon njerëzimin pa Krishtin është kryesisht vertikale, një të huajtje nga Perëndia. Megjithatë, efektet përhapen në drejtime të tjera. Në letrën që u drejton Efesianëve, Pali vazhdon të përshkruaj se si kjo të huajtje vertikale kishte ndikuar në marrëdhëniet horizontale mes hebrenjve dhe jo hebrenjve. Efesianëve 2, 11-12. Armiqësia e rrënjosur thellë mes hebrenjve dhe jo hebrenjve në botën e lashtë ishte shkaktuar nga vetë mëkati njerëzor, nga asgjë më pak e thellë se ai. Të dyja palët ishin të ndara nga Perëndia, siç simbolizohej edhe nga perdja që varej në tempull, dhe të dyja palët ndaheshin nga njëra tjetra nga muri metaforik që ekzistonte mes tyre. Vargu 14. E vërteta është se armiqësitë të tilla do të vazhdojnë pa Krishtin. Ndonse është mirë që të investojmë në komunitetet tona dhe të punojmë për ndryshim real në shoqërinë tonë dhe për të mirën e fqinjve tanë, dhe në të vërtetë, Perëndia i drejton njerëzit e tij që ta bëjnë këtë. Shih për shembull Jeremia 29:7. Në fund të fundit, një krishter nuk e përqendron këtu energjinë e tij parsore në shërbim dhe as nuk e vendos këtu shpresën e tij për ripërtëritje. Në Jezusin dhe vetëm në Jezusin, Perëndia ka krijuar dhe po vazhdon të krijojë një shoqëri të re, ku pengesat përçarëse shkatërrohen me anë të hirit. Në kishën e vërtet lokale, Perëndia ka siguruar projektin gjenetik për një botë të thyer dhe të rindërtuar. Kur njerëzit hasin kisha ku ai plan bëhet i dukshëm, ata përjetojnë një shije të asaj që Perëndia po planifikon të bëjë kur mëkati, lotët dhe pikëllimi të mos jenë më. Kur gjithçka që ai ka caktuar të përmbushet në një qiell të ri dhe në një tokë të re. Të huajtja, si vertikale ashtu edhe horizontale, është e pashmangshme përveç se në Krishtin. Por në Krishtin dhe në shoqërinë që ai po ndërton, kreu i së cilës është ai vetë, një të huajtje e tillë është kryqëzuar. Marrja seriozisht e realitetit të mëkatit do të thotë që ju dhe unë do të investojmë në çfarëdo lloj mënyre që të mundemi në kishën tonë lokale, në mënyrë që të sigurohemi se ajo është një vend ku hiri i ka shembur pengesat dhe plani i mbretërisë së ardhshme të Perëndisë mund të shihet qartë. Derisa të arrijmë atje, kemi mundësinë për të punuar dhe për të kënaqur që tani me shihen paraprake të kësaj mbretërie.